Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Pas lajmit se Shqipëria mori sinjal pozitiv në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Brukseli konfirmon zyrtarisht se drafti i qëndrimit të përbashkët të Bashkimit Evropian bazuar në raportin i Bar është miratuar në Koela pas një kundërshtim nga shtetet anëtare. Drafti i qëndrimit të përbashkët të përkohshëm të Bashkimit Evropian bazuar në IBAR u miratua nga Koela pas një kundërshtim të mëtejshëm nga shtetet anëtare. Hapi radhës është kalimi i tij nesër pasdite për miratim të ambasadorët e BE-s në Coreper para se konferenca ndërqeveritare të konfirmohet zyrtarisht, thuhet në përgjigjen e Këshillit të Bashkimit Evropian. Socialistët demokratët kanë arritur marrëveshje për ndryshime në rregulloren e kuvendit pas mbledhjes me dyert të mbyllura. Palët rënë dakord për disa lëshime reciproke që preken debatet parlamentare, raportimin e institucioneve dhe mekanizmat e kontrollit të opozitës. Në rendite është edhe votimi i ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, për të cilat palët u dakordsuan më herët. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri Michel Taran komentoi zhvillimet politike dhe reformën zgjedhore në vend. Diplomati francez vlerësoi rinisjen e punës në komisionin parlamentar, por theksoi se modeli zgjedhor dhe ndryshimet territoriale duhet të vendosen nga vetë shqiptarët. Top Albania Radio. Në interpelancën me ministrin e infrastrukturës Enea Karakaçi, deputeti socialist Erion Braçe ngriti shqetësime për sigurinë në ndërtimet e reja dhe cilësinë e materialeve të përdorura. Deputeti ndaloi te pallati i djegur në Tiranë. Në fakt, kushtet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri, veçanërisht kur është fakt që ngjarjet e rënda po na ndodhin në ndërtime të reja dhe shumë masive, mbi të gjitha të kushtueshme për blerësit e tyre, po kthehen në një shqetësim serioz. Askush nuk ka folur, madje refuzojnë të flasin, të bëjnë veprime mos o zot, hetime, po prap mos o zot, për arsyet, mënyrën dhe faktorët që favorizuan përhapjen e zjarrit. Ministri Karakaçi. Nuk kam asnjë kompleks që të pranoj që nëse ndërtuesi apo kolaudatori apo mbikëqyrësi i punimeve në atë kompleks banimi apo në çdo kompleks tjetër banimi në Shqipëri kanë shkelur ligjin apo nuk kanë zbatuar ligjin, duhet të dënohen dhe duhet të merren masat përkatëse administrative apo ligjore karshi atyre. Braçe kërkoi më shumë kontroll edhe për sistemin e kanalizimeve në kryeqytet. Tirana po hyn në ditët, në javët edhe në muajt ku qelbet erë. Unë nuk e kuptoj çfarë ndalon autoritetet e zhvillimit të territorit në nivelin kombëtar që kur miratojnë leje kompleksesh me mijëra metra katror ndërtim, miratojnë edhe detyrimin për të ndërtuar impjant të pastrimit të ujërave të ndotura brenda këtyre godinave apo komplekseve gjigande që po ndërtohen në këtë qytet. Unë dua të theksoj faktin që në fakt seriozitetin dhe guximin Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ka patur për sa kohë që ka miratuar aktin normativ numër 8 që detyron gjitha subjektet me aktivitet ekonomik siç janë dhe hotelerit për të instaluar nën koston e tyre një impjant të trajtimit për këtë qëllim. Ishin deputeti socialist Erion Braçe dhe ministri Enea Karakaçi. Bordi i transparencës uli sërish çmimin e karburanteve në mbledhjen e sotme u vendos që i shitjes me pakicë të mos jetë më shumë se 197 lek litri e me shumicë jo më tepër se 185. Sa i përket benzinës, litri nuk duhet të kalojë 186 lek e me shumicë jo më tepër se 174. Çmimet që po hyjnë në fuqi në orën 13 janë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u deklarua i pafajshëm ndaj akuzave të SPAK-ut, duke pretenduar se procedimi penal ndaj tij është shoqëruar me parregullsi procedurale dhe shkelje ligjore. Beqaj renditi 16 parregullsi nga pengesat për njohjen me docjen hetimore, mungesa e njoftimit të avokaturës së shtetit deri tek hetimet që i konsideron të kryera jashtë afateve ligjore. Beqaj pretendoi se SPAK i ka kufizuar të drejtën për mbrojtje efektive, duke i dhënë vetëm një ditë kohë për të shqyrtuar rreth 700 volume të dosjes hetimore. Sipas Beqajt, hetimet për koncesionin kishin nisur vite më parë dhe ishin pushuar nga Prokuroria e Tiranës, çka sipas tij përbën një gjë të gjykuar. Zjarri që para 2 ditësh dogji tregun e ri të fruta perimeve në qytetin e Lushnjës nuk ishte aksidental nga një shkëndijë elektrike, por i qëllimshëm. Policia sot doli me njoftimin zyrtar, duke identifikuar si zjarrvënës një shtetas nga Durrësi e një person që ishte me të. Pasi ndezën zjarrin, ata u larguan nga vendngjarja. Lajmi nga rajoni.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se nga sot, 21 maj, ka filluar periudha e votimit përmes postës për qytetarët e Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit, ndërsa procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këtë zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Lajme nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e duhura. I pyetur se sa gjatë është i gatshëm të pres, Trump deklaroi mund të jenë disa ditë, por gjithçka mund të ndodhë shumë shpejt. Më herët, gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare, Trump u shpreh se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisela Doko. Unë jam Erbin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.